حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا إنك تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وبعد فلندرم الله مضروار تبارك وتعالى حمد فلندرم الزوت التون تشي بركات لارت مادريستي pastaj bim salavat dhe selam bi Muhammed Mustafan sallallahu ta'ala alaihi wasallam dhe mbi të gjitha ata musliman të cilët ndjekon dhe pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Pastaj lutem Allahun e madhruar me na mësua atë që nuk e dim, me na kujtua atë që kemi harruar dhe me na bë për atyre të cilët punojnë me ato që e ka mësuar i madhi Allah azza wa jall. Pastaj të nderuar vëllezër dhe motra musliman, edhe me të jemi në surën El-Mu'minun dhe gradualisht po i afrohemi fundit të kësaj sureje të bekuar. Ma konkretisht jemi në ajetin 99 deri në ajetin 105 të kësaj sureje të bekuar. Tha ndryshe, pasi që i madhi Allah azza wa jall në ceku më lart gjendjen, qëndrimin e qëfarëve me kas, karshi Kur'anit, karshi ditës së gjykimit, besimit në ringjallje, karshi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në cekë më lartë, sa ata jo vetëm që nuk e besojnë Allahun e madhruar si duhet, jo vetëm se nuk e besojnë në asnjë mënyrë ringjalljen ditën e gjykimit, por edhe se i shpifin Allahut të madhruar, i shpifin Zotit, se Zoti ka fëmijë, bir apo bija. Në vazhdim, në këto ajete të cilat posa i dëgjuam dhe që kemi para nesh, Allahu i madhruar na përshkruan gjendjen e çatyre çfarëve, pa besimtarëve, mushrikëve, paganëve, idhujtarëve. Na përshkruan gjendjen e tyre në momentin kur t'ju vije koha me dalë prej kësaj dynjaje. E mos pyet se sa i rëndë dhe i vështirë është ai moment. Si do të gjenden ata kur t'ju vije fundi i tyre me dalë prej dynjas? Çka thonë? Çka veprojnë? Si sillen? Çka shpresojnë? E pastaj Allahu i madhruar na përshkruan edhe gjendjen e tyre ditën e gjykimit, respektivisht të njerëzve në përgjithësi. Njëherë gjendjen e tyre në momentin e vdekjes, kur i rrok sikleti dhe i kap agonia dhe dhimbjet e vdekjes, e pastaj gjendjen e njerëzve në përgjithësi kur do dalën para të madhit Allah azza wa jall. Andaj të shkojmë ajet për ajet, e të shohim atë sa na lehtëson i madhi Allah azza wa jall, duke i mbështetur atij dhe duke kërkuar prej tij ndihmë dhe lehtësim.
Mas'audhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Thot Allahu azza wa jall: hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. Kur t'ju vije ndonjërit prej tyre, ata që kanë më herët që përgënjeshtrojnë të madhin Allah, përgënjeshtrojnë ditën e gjykimit dhe i shpifin Allahut azza wa jall, ata vazhdojnë në bindje të tilla, ata vazhdojnë në kufër dhe në shirk, ata vazhdojnë në tallje, në mendje madhësi, në përgënjeshtrim, vazhdojnë të jetojnë të zhytur në kënaqësitë dhe shfryrjen e epsheve në këtë dynja. Vazhdojnë si të tillë, hatta idha jaa ahaduhumul maut, derisa ndonjërit prej tyre t'i vije vdekja. La ilaha illa Allah. E kuj nuk I vije vdekja në këtë dynja? Kush është ai I cili shpëton nga vdekja, derisa t'i vije vdekja ndonjërit prej tyre. E kur t'i vije vdekja ndonjërit prej tyre, e është për qëllim kur t'i vije agonia e vdekjes, e kur t'i vije momenti me dhanë shpirtin, e kur të ballafaqohet me melaqet e të madhit Allah, melaqet e vdekjes të cilat vinë me pamje të shëmtuar, o fjala për qafirin gjithherë, dhe vinë me një pamje të të mërshme dhe shumë të friksuar, dhe fillojnë mja nxirë, mja marrë shpirtin, dhe fillon me ndje dhimt e mëdha dhe si e kaplën siklet I madh dhe vështërsi të mëdha, sa që I harran ato kënaqësi dhe lezete dhe të mira, të cilat I ka përjetuar krejt në këtë dynja. Në këtë çast dhe në këtë moment, ky zgurgullon syt dhe kupton realitetin, e kupton krejt atë që e ka mohuar dhe që e ka kundërshtuar dhe që ka është tallur me te, e kuptej se krejt ajo pas ka qenë realitet dhe se ky pas ka qenë fjetur apo ka qenë në mjegull, e tash o zgjua apo dolin nga mjegulla, por a thue u bovën apo ka kohë edhe më tej. Pra, kur t'i vije personit të tillë vdekja, kur t'i vije agonia e vdekjes, ballafaqohet me melaqet e të madhit Allah të cilat ja marrin shpirtin, e ne kthemi kur o kthye për atull. Nuk ka mrapa, ky njeri thot, që thot Allahu te bareke ve taala, qala rabbi irji'un, thot o Zot kthem. O Zot kthem, o bindë se krejt ajo që ka vepru dhe që ka besu dhe që është përqesh me te, pas ka qenë ndryshe. Pas ka qenë ndryshe, realiteti pas ka qenë krejt tjetër. Andaj e ka vetëm një kërkesë, nuk ka kërkesë tjetër. Katade ka thonë radiallahu anhu, pas shatmadhin Allah nuk ka njeri I cili thot kthem o Zot, e që man ymëd, respektivisht ka për qëllim kthem o Zot, të kënaqshna me familje, e të ashtoj pasurin, e të shfrytëzoj të mirat të cilat I kum pas në atë dynja. Ja. Por krejt këta e kanë vetëm një qëllim, të gjithë ata që thojnë kthem o Zot në këtë dynja. Qala rabbi irji'un, e lut Allahun e madhruar, e cilin Zot po e lut. Po e lut atë Zot të cilin ja nuk e ka besuar fare. Ja ka besuar në mënyrë të devijuar dhe të gabushme, I ka bërë shirkë, I ka bërë kufër, I ka shpifur të madhit Allah, është tallur me krijuesin, është tallur me fjalën e Allahut me Kur'anin, është tallur me ajetet, argumentet e Allahut me pejgamberin alayhi salam, është tallur me ditën e gjykimit, çat Zot që që I ka përqeshur ata që kanë adhuruar dhe besuar drejt, tash çata po kthehet e po e lut. Dhe po kërkon prej tij na ndihmë. Çka po lut madhin Allah azza wa jall? Qala rabbi irji'un, o Zot kthem. E pse më kthye? Çka ka punë më kthye? Thot Allahu I madhruar për te, thot la'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Kthem o Zot, nashta punoj, nashta fjala me siguri, po të hapi fjalën ty, se kam me punu punë të mira, kam me besue me iman dhe besim të shëndosh.
dhe kam me punu amele dhe vepra të mira. E thash ka thonë Katade pasha Zotin, as një njeri cili thot këtu fjalë, kur t'i vije momenti i vdekjes, nuk i thot me ardhë këtë dynja për pasurije, për grua, për fëmije, për të mira tjera, por vetëm të punoj o Zot, të punoj mirë dhe të besoj shëndosh dhe të bëhna musliman. Çka e në kuptu se ai u pëndu, shumë u pëndu, dhe çka e në kuptu se kë i harrej të mirat e kësaj dynjaje krejt, i harrej dhe kaluan knatësitë dhe lezetet të cilat i ka përjetuar sa ka qenë gjallë në këtë dynja. Krejt ato shkojnë la ilahe illallah dhe e ka rrok sikleti madh, dhimt e mëdha të agonisë vdekjes, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ndoshta o Zot, punoj punë të mira, ata që kam lanë mangu, do të punoj Zoti jam. Pra sikur se po thot o Zot, veç këthem ti mua dhe një herë në dynja, se unë kam e ta dhanë besen, se krejt atë pasuni, dhe krejt atë mund, dhe krejt atë ndjirëse që kam derdhur në dynja për dynja, tash kam e derdhur për ty o Zoti jam, dhe kam e punuar për ty o Zoti jam. Këthem. Vlen të përmendet se njerëzit, ma konkretisht qafirat, jo vetëm momentin e vdekjes kërkojnë me u kthy që shpecek Zoti këto. Pra, çdo qafir, çdo pabesimtar, çdo zullumçar, çdo mushrik i dhujtar, krejt këta në momentin e vdekjes i thojnë këto fjalë. O Zot, këthem, por ne nuk e ndëgjojmë. Këthem në këtë dynja. Këta nuk e thonë këte, apo nuk e paraqesin këtë kërkes, apo nuk e bojnë këtë lutje, vetëm në agonin e vdekjes. Këta e bojnë edhe mëtej, edhe pas vdekjes. Këta e bojnë kur dalin para Allahut në ditën e gjykimit. Këta e bojnë kur e shohin zjarrin e xhenemit. Këta e bojnë kur futen mrena në xhenem. Shumë herë përsërisi këta të njëjtën kërkesë. Për atë arsye Allah i madhruar ka thënë sa për ilustrim: "Wa anzirin nase yawma yatihimul adhab." Dhe tërheqja njerëzve vërejtjen para se më ardh azapi, dënimi i tyre. Fa yaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi ar-rusul. O Zot, kur i vjen dikuj prej tyre dënimi, i vjen dikuj vdekja, e sheh dënimin e Zotit, thot o Zot, shtyna afatizan e gjelin, shtyna e gjelin hala, në gjib da'watak wa nattabi ar-rusul, do t'i përgjigjemi ne ftesës tande, mesazhit qiellor, dhe do t'i pasojmë pejgamber të tu o Zot. Awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. E u thuhet atyre, a nuk jeni ju ata të cilët keni bobe se kur nuk ka kush që ju nxjerr prej kësaj dynjaje. A nuk jeni ju ata të cilët jeni zotuar se kur për jetë nuk ka kush me ju ringjall edhe një herë e më qit para të madhit Allah. E qa për dëni me u kthy tash edhe një. Je përgënje shtruat këti ditë sa keni qenë gjallë bile dhe keni bobe dhe jeni zotuar se s'është e mundur një gjë e tillë. Dhe ka thënë Allahu Azza wa Jall: "Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim." Dhe sikur se ti kishe patje Muhammed alayhi salatu wassalam, al mujrimun janë kriminalet, krejt ata që se kanë besu Zotin hak, që kanë qenë të devijuar, futën në këtë term i quan Allahu kriminal, kanë bë zullum. Nakisu ru'usihim kur e për ulin kryt, e ulin kryt poshtë në nënçmuar, inda rabbihim para Zotit të tyre: "Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Dhe kur dalim pra para të madhit Allah dhe shofin xhehenamin larg atje, edhe ju je marrë me që kryt nalt, e ulin poshtë o Zot, për shofëm dhe për ndëgjojmë, këthena o Zot edhe njëherë në këtë dynja, inna muqinun, ne jemi të bindur në të që për shofëm. Pra këthena në dynja dhe njëherë se në bohëm burra të mirë. Dhe ka thënë Allahu Azza wa Jall: "Wa tara adh-dhalimina lamma ra'aw al-'adhab yaquluna
hel ila maraddin min sebil, dhe i sheh të zullumçart kur ata ballafaqohen me dënimin e të madhit të Allah, yaqulun, thon ata, hel ila maraddin min sebil, a ka mundësi më u kthye edhe një herë në këtë dynja? A ka mundësi? Pra, e thon faz, sipas situatave të cilat gjenden. Në stop e thojnë ata. Kthena. Por, para se me cekë se çka e përgjigjet Zoti atyre, vlen të ceket se, që shkanë thonë shumica komentatorëve të Kur'anit, nuk është kjo gjendje e përshkruar në momentin e agonisë së vdekjes e veçantë vetëm për qufar dhe ju besimtar, por edhe prej muslimanëve ka të cilët e thonë të njëjtën fjalë dhe e paraqesin të njëjtën kërkesë dhe e bojnë të njëjtën lutje në agonitë vdekjes, o Zot, kthena në këtë dynja. E cilë besimtar natyrisht, jo besimtar të mirë asnjëherë, por ata që i kanë thonë veti jena musliman, ata që i kanë thonë veti se la ilahe illallah, nuk ka zot tjetër pas Allahut, por janë rasur deri në fyt dhe mbi fyt dhe kanë sharruar në haram dhe mëkate, nuk kanë lënë të zezë pa ba, nuk kanë ditë me thonë veti stop edhe ndal, por krejt çau ka ardhur në kuti kanë ba, janë zhytur, janë mbushur me harame, edhe ata e shohin dënimin e Allahut Azza wa Jall, e shohin momentin e agonisë vdekjes, edhe këta thonë, kthena neve o Zot. E ku pe dimni që edhe muslimanët futen aty, po e dim sepse Allahu i madhruar ka thonë, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. O ju musliman, për drejtohet Allahu muslimanve, jepni pejt mirave që u ka dhanë juve Allahu në pasurin e juaj. Jepni zekatin, pastroni pasurinë. Keni hak ndaj muslimanve, jepni sa e keni ndorë para se me ardhur një moment, me ardhi kuj prej jush vdekja, fe yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, e kur ta sheh vdekjen në mesy, e ka qenë dorë shtrëngush në këtë dynja, por musliman thotë Zot shtym afatizam ila ajalin qaribin fa asaddaqa, shtym o Zot, hala Zot ma jetën që t'japi sadak për ty, wa akum min as-salihin, dhe t'bohna burr i mirë, dhe t'bohna muslimon i mirë. Pra futen në shkallë të parë, jo muslimant me të gjithë thallojt dhe miletet e tyre, por mjerisht futen edhe një numër i muslimanëve të cilët i thojnë veti musliman, por janë të zhytur dhe të stërgjytur, të stërngarkuar me harame dhe me mëkate. Allahu na ruajt prej gjendjes së tyre, ja Rabbel Alamin. Pra, shumë njerëz në momentin e vdekjes, në agonitë të vdekjes, shpresojnë sikurse të ishin kthyer edhe një herë në këtë dynja dhe këtë kërkesë, ja paraqesin të madhit Allah Azza wa Jall. E Allahu ju përgjigjet qartë dhe shkurt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Asese, kursese, kur për jetë një gjë e tillë nuk do të ndodhë. Nuk ka kthim mrapa më. Erdhi e gjeli, erdhi agonia e vdekjes, aje burr i mirë, aje burr i keq, aje njeri i devotshëm e i sinqert, apo në të kundërtën Allahu na ruajt, mrapa nuk ka, por vetëm para. Allahu nuk i kthen, Tebareke wa Taala, nuk i kthen Allahu Azza wa Jall. Edhe po t'i kthen të Zoti në këtë dynja, prap ata do të ktheheshin dikur në kufrin dhe idhujtarin dhe mendje madhësinë e tyre, siç ka thënë Allahu Azza wa Jall, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadhibun. Edhe sikurse të ishin kthyer në këtë dynja, ata ishin kthyer prap në kufër. Wa innahum lakadhibun, dhe sa ata porrajnë,
Pra po thojnë këthena o Zot na e kem për ime, prej zorit, jo prej bindjes, po prej zorit, veç prej zorit, po prej zorit edhe në këtë dynja, sa kanë qenë peshë ju agoninë e vdekjes, pa dënimin e të madhit Allah, pa xhehenemin, pa futën xhehenem e tjerë, edhe në këtë dynja, sa kanë qenë ata, kur kanë qenë në zërë, që shkemi kalu me shumë ajete koranore, e kanë besu Zotin hak, por me momentin që janë lirue nga e vështërsi, men njëherën këthyën në kufër, men njëherën këthyën në shirkë, dhe kanë dalë prej dinit Allahut apo kanë bërë Zotit shirk. Pra Allahu di gjendjen e tyre më mirë. Dhe Allah po e din se ata po e thonë këtë vetëm nga zori dhe sikleti, e jo pe bindjes së tyre, dhe jo sa ata një me u kthyn këtë dynja, do të kishin qenë burra të mirë. Fundja fundjes, as që ka mjaftuar atyre ajo kohë dhe ajo periudhë sa kanë qenë në këtë dynja, as që kanë mjaftuar atyre mesazhet qiellore, as që kanë mjaftuar atyre pejgamberët të madhit Allah te bareke ve taala, as që ka dërguar i madhi Allah argumente nga qielli dhe nga toka, nga kjo gjithësi, argumente të natyrës, po edhe argumente qiellore, la ilahe illallah, a nuk patën kohë ta më ndalë dhe me mendu sa kënë më herët, por tash po i bie ndërmend ma sa viteve e jo. Për atë arsye Allahu i madhruar te bareke ve taala në vazhdim po thot: Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ajo është fjalë goje, po e thot ai: Wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Dhe mas tyne, barzakh është perde, ila yawmi yub'athun, deri në ditë kiametit. Barzakh është perde e cila ndan mes dy gjërave. E është për qëllim këtu, është perde, është periudhë kohore e cila e ndan mes jetës sa ka qenë në këtë dynja dhe mes ringjalljes me dalë në ditë kiametit. Çep me kuptuar se është një periudhë e tretë mes dy botrave, mes botës së kësaj bote që jemi ne në këtë dynja dhe mes botës tjetër të përhershme kur dalim para të madhit Allah. Me fjalë tjera po thot Allahu i madhruar, nuk ka mundësi mu kthy ata në këtë dynja, sepse me momentin që vdesin ata futen qatë perde, futen qatë pjesë të jetës në qatë periud, apo në qatë periud kohore, dhe aja nuk e len me u kthyë mrapa më njeriu, por as para jo, as mrapa jo, mbetet në te, ila yawmi yub'athun, deri në ditën e gjykimit. Qep me kuptu qartë dhe pa asë një shibel, se mrena dy botrave kësaj bote dhe botës kur dalim para Zotit, është një botë në veti që quhet hajatul barzakh, jeta në varreza apo jeta në barzakh. Dhe prej kësajna është marrë jeta në barzakh me emrin barzakh, jeta në varreza. E jeta në varreza është hak. Edhe për këtë ajeti po kuptohet se Allah i madhruar po do një sinjalizu këtyre dhe të gjithë njerëzve se ka jetë në varreza dhe se dënimi do t'ju vazhdon edhe në varreza juve, o ju njerëz, sikur se atyre që ju vazhdon shpërblimi dhe kënaqësia, ila yawmi yub'athun, deri në ditën e gjykimit. Pa dhe argumente tjera të shumta e vërtetojnë bindshëm dhe nuk lojnë asnjë dyshim se ka jetë mas vdekjes, ka jetë në varreza, nuk është jetë e botës tjetër që të dalim para të madhit Allah, as nuk është jetë e kësaj bote, por është jetë e veçantë me specifika të veçanta që quhet jeta në varreza. Për argumenteve të cilat e argumentojnë dhe e dëshmojnë jetën në varreza është edhe fjala Allahut të madhruar kur shprehet për Firaunin dhe familjen e tij, wa haqa bi ali fir'aun su'ul adhab النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Firauni dhe familja e tina, për thëtë Allahu i madhruar të bareke wa taala, i paraqiten zjarmit të sabah dhe akshum. I paraqiten sabah dhe akshum, nuk ka sabah dhe akshum, nuk ka mëngjes dhe mbrëmje në varr. Është një periudhë, është një kohë.
por me mentalitetin dhe logjikën tonë, sikur se vetëm me thotë 2 herë në ditë, ju paraqitet atyre dënimi, e shijojnë dënimin e dhimbshëm të Allahut. Wa yawm al-qiyamah, pastaj pjesa ti po vazhdon, dhe ndërsa kur të vihet dita e gjykimit, themini, Allahu thot me laçeve, adkhilu ala Firaun, futeni familjen e Firaunit ashad al-adhab, në dënimin më të dhimbshëm në fund xhehenamit atje. Pra dënim ka, dënim atje. Ku ky tjetër ka? Ky tjetër ka është në Varreza, nuk ka mundësi me qenë diku tjetër. Për atë arsye kanë thënë ehlus sunnet dhe xhamati, që ka thënë Imam Tahawi rahmetullah alayhi në akiden e tij, krejt ehlus sunnet dhe xhamati janë konsenzus se ka jetë në Varreza dhe se për këtë ka shumë argumente. Ndërto shumë hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një ndërto që keni ndëgjuar shumica juaj më shumë se një herë, por s'prish po me kujtu kur pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam me shokët e vet ka lej pranë 2 varrezave dhe u ndal. Dhe tha, banorët e këtyre 2 varrezave janë duke u dënuar, por jo për ndonjë të madhe. Njëri prej tyre nuk është ruajtur kur ka urinu, ndërsa i dyti tjetri ka në jemshi bin nemime, ka shpif, ka shtije, her andej e her këndej. Ka shtije, i ka përqa miletin njerëzit. E pastaj tha ma bjeni një degë, një ram të hurmës të palmës. Dhe morri e qau në gjysmë alayhi salatu wassalam, dhe gjysmën e tij ngulin në njërën varr, e gjysmën e tij ngulin në varrin tjetër, dhe tha, nashta, shpresoj te Zoti që derisa të thahen këto 2 degë, që lehtësohet këtyre 2 personave, banorët të këtyre 2 varreve, dënimin në varr. Kjo është mesele në vete, se prej shumicës së dënimit në varr, që kanë thënë ulemaja, është mos ruajtja nga urina dhe me hes njeriu me shpifje dhe me përgojim me gibet me i bo muslimanëve. Në anën tjetër neve çka po na intereson këtu është se pejgamberi po alayhis salam po e vërteton dhe po e potencon me hadith të vërtet se këta po dënohen në varre. Pra pas ka dënim, pas ka jetë në varre. Në anën tjetër ka thonë alayhis salatu wassalam, kur ka kaluar pranë një kopshti dhe të ka pas varreza dhe ka pyet dikon prej sahabëve, të ku janë këtu varreza? Ka thonë ja Rasulullah, këto janë të mushrikëve, të paganëve, më të janë varros këta. Ja u ka nije dënimin, zhurmën, brimën e tyre duke u dënuar ata, la ilaha illallah. E ka thonë alayhi salatu wassalam ai bekuar, mos me pas frikë, se s'mund ta dëroni ta përballoni, do ta kisha lutur Allahun m'ja mundsu me dëgju jo. Se si po dënohen këta në varre, qysh po dëgjojon? Qysh po dëgjojon? Por nga frika se s'mundën përballu, as mund han më, as mund pen, as mund flan, as mund punon, me pa njeriu dikon ka dënohet, e qysh tani me jetu më? Rahmeti Allahut azza wa jall, dhe nuk e vrejmë, nuk e dëgjojmë shqisa tona, nuk e kapin atë që ka bëhet branda në varreza, por si ehlu sunnet, si musliman që jem, e besojmë se jeta në varreza është hak dhe nuk ka pikë dyshimi në te. Shkojmë edhe me te jetë tjera vejuse, pra thëtë Allahu i madhruar të bareke wa ta'ala, se ata nuk ka shansë as vijen shprehja po nuk kry Zotin gjëna s'monështën, me o këthy në këtë dënja më nuk ka pas vetëm para, jetoj në jetën branda varrezave, jeta e varrezave, hajatul barzakh, ila jomi ba'thun, derin ditën e gjykimit. E që ka bëhet tash në ditën e gjykimit? Tash në vazhdim na përshkruan gjendjen e njerëzve në përgjithësi kur dalim para të madhit Allah te bareke ve taala, burrat mirë dhe burrat këqij, muslimanë dhe qëfar. Thëtë Allahu azza wa jall, fa idha nufikha fi s-suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun. Dhe kur ti fryhet bëris surit në ditën e gjykimit, është për qëllim fryrja e dytë, jo fryrja e parë, se fryrja e parë është më shkatru krejt qka ka, e që i bije me u bo kiameti, ndërsa fryrja e dytë e bëris, wa nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun,
dhe i fryhet surit buris për herë tjetër, për herë të dytë, fe idha hum qiyamun, dhe ja ata hop dalin prej orreve, qiyamun kam, janë dhurun, zgurgullojnë dhe hapin syt, o fjala për njerëz, janë dhurun, çka ka bëhet? Çka ka bëhet? Pra Allahu i madhruar po thot, dhe kur të ringjallën njerëzit të dalin mbi sipërfaqe, në mahshar vend të bimin ditën e kiametit. Që është gjendja tyre Zoti jon? Fela ansabe bejnehum yawma idhin wala yatasaelun. Nuk ka lidhshmëri familjare as fisnore mes tyre, wala yatasaelun, as që pyet kush për kën, as që bjen mendja kujt për askënd në këtë dynja. Ka thënë Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhu në komentin e këtij ajeti kuranor, kur do të ngjallen njerëzit në ditën e gjykimit, nuk i bie ndërmend as kujt për askënd, as nuk e lyp nanën, as nuk e lyp anë, pse ata që të janë. Pas nuk interesohet kush për askënd, as nuk rënohet. Edhe kjo është më rëndësi, nuk rënohet me thënë dhe çfarë babe kam pas, e çfarë djali kam pas, nuk i bien mend, nuk vjen shprehje mu krenu djali Nuhit, me thënë në kam pas babën pejgamber, e baba i Muhamedit Abdullahu sallallahu alaihi wasallam, e gjysha Abdul Muttalibi, me thënë se kam pas djalin dhe nipin pejgamber dhe kështu me radhë. Jo, nuk ka me u krenue, nuk ka me qukra për pjetë dhe me numru vetën se je i fort me farefisin të cilën e ke pas në këtë dynja. Jo, asnjëherë. Bile ka thonë Qatada, Allahu e pas më shiruar, nuk bënë vakia, nuk ka diçka me të mërshme, me e urrejtor për njeriu në ditën e gjykimit, se sa me pandën një të afërm. Thët ik prej tina. Pse? Thët, po mos si kumbone e farhaki se më kanë këtë në dynja, e po ma në gjetë që ta shëbëllë kam të lashet e mija. Jep me kuptu se ditën e kiametit, momenti kur të njallën në rëpë të Allahut, ka siklet madhë. Dhe kësë siklet i madhë i bën njerëzit se cili vetja mi harruën nanën e babën, e vllahën e motrën, e si bjen mend kujt përkend. Çka thon Allahu Azza wa Jall, yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni. Atë ditë kur ik nana prej babës, e biri prej nanës, e vlla prej motrës, e gruaja prej burrit, dhe kështu me radhë, sepse secili ka të lashet, e sikletet, e vështërsit, e mendimet të cilat i mjaftojnë, thët ik, vetja ime. Imagjino ti, Ibrahimit nuk i bie ndërmend për Ismailin, e Zekerias nuk i bie ndërmend për Jahjan, e Mërjemës nuk i bie ndërmend për Isan, dhe askujt nuk i bie ndërmend për askënd, për vetja ime. Prej sikletit madh dhe vështërsive të mëdha të cilat i kaplojnë njerëzit. Wala yatasaelun, nuk pyet kush përkend. Vlen potencohet këtu se dita e kiametit është e gjatë, 50.000 vite. Dhe gjatë kësaj periudhe kohore të gjatë, Allahu na lehtësoft ya Rabbel Alamin, deri në fund e na bë prej fundi me qenë pej xhenetlive, njerëzit përjetojnë situata të ndryshme. Ka situata dhe qaste kurse ky momenti kur i ngjallën njerëzit nuk i bie ndërmend as kujt për askënd. Kur vije koha më shpërnda fletushkat, nuk i bie ndërmend as kujt për askënd. Kur vije koha me kalu siratin, nuk i bie ndërmend as kujt për askënd. Por nga njëherë pyesin, po pastaj mes këtyne fazave, edhe pas e të hynë në xhenet, edhe pas e të hynë në xhenemlit, pyesin njani për tjetrin, interesohen njani për tjetrin. Ndërsa ka qaste momente kur kush këtë dynja për kërkën nuk don me ni, veç vetja jam. Siklet i madh dhe vështërsi e madhe i ka plën njerëzit atë ditë të vështirë. Sa që si bjen men pra kujt përkënd. Për atë arsye, kur pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam në hadith të vërtet, thot Allahu i madhruar, i ringjall njerëzit, hufatën, oratën, gurla, zbathur, veshur, të pabonësinet. Pra që shkan lindur o fjala, i ringjall që shkan lindur, krejt bashkë një vend. Aisha kur e ndëgjon, radiallahu anha, thot ja Rasulullah, burra dhe gratë bashkë,
lakuriq, jënë dhe rubado mi labad, këqyrë njani tjetërin, ku për neve që pas me përjetuna. E pejgamberi Zotit, alayhi salatu wassalam, oj Aisha, el emru a'dhamu min dhalik, të lashet e mëdha, sikleti madh, vështërsit e mëdha, të mirë i madh i asaj dite, është më i madh. Sa që me iran dërmen dikuj me shiku dika tjetër. Imagjino, krejt lakuriq, por kush në dynja nuk shikon tjetrin, pe i të mirë të madh, pe vështërsive të mëdha. Sa vështërsit mëdha pra i kaplojnë njerëzit atë ditë të vështirë, Allahu na ruajt, ja Rabbil Alamin. Të ky ajet, kur jemi të ky ajet kuranor, se në ditën e gjykimit, mos të manë me të kush me thonë se unë e kam farefisin, e kam familje, e kam këtë dhe këtë. Me këtë kuptohet se lidhja farefisnore është lidhje, po, dhe Zoti na ka përmend dhe na ka obligu që të harujmë atë lidhje në këtë dynja, por gjithmonë kjo lidhje farefisnore, nëse nuk bashkangjitet, nuk ndërtohet mbi parimin e respektit madhe të Allah Azza wa Jall, është problem te. Veçanti nëse bazohesh në te, është problem shumë. Që do të thotë se dashuria ndaj të madhe të Allah është më e madhe se sa apo lidhja për hatër të Allahut Azza wa Jall është më e madhe se sa lidhja farefisnore, sa do që ai është afërt. A ka më afër se sa babë birë? Nuk ka më afër në këtë dynja, por e pse Allahu i madhruar i tha Nuhit alayhi salam, nuk është biri yti, ai djali vet i cili refuzoi me hypnanie. Pyesh nuk ka biri jam, pe me e ka dal. Po pe te e ka dal. Lidhja farefisnore po, por kjo lidhje farefisnore nuk është ndërtuar mbi parimin la ilaha illallah, mbi parimin e besimit në Zotin, andaj shkoj djalët. Ti ke më të afër me ata onu, të cilët janë anije me ty, se sa djalin tënë. Ka dhe gruan e vet. Njëjtën gjë Ibrahimi alayhi salam. O prish me prindit e vet, me familjen e vet, me farefisën e vet dhe krejt dynjan, dhe mbi gjitha me babë me nan, o prish, jo për interes të dynjas, por për interes të dinit. Dhe kështu më ra deri te pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, me xhallarët e vet, a nuk e luftuan pejgamberin e Zotit? Pse luftuan? Për hatër dinit. Dhe kështu vazhdon deri në ditë kiametit. Lidhja farefisnore në këtë dynja, sa do që është ëmbël dhe e mirë, nëse nuk është ndërtuar mbi parimin e Islamit, ajo vjen një kohë ku nuk ka haj prej sajna. Pra, gjithmonë lidhjes për Allahun jepi përparësi ndaj lidhjes farefisnore. Për atë arsye ne kemi rregull duke ndërtuar, duke nisur nga ky parim. Sa herë që na vjen në kundërshtim urdhri, kërkesa e tjerë, i çfarë do të afërmit, qoftë edhe babë se nanës që janë më të afërmit në jetë, vjen në kundërshtim me urdhrin e Zotit, ne qesëm përpara urdhrin e Zotit, para urdhër dhe kërkesës së farafisit tonë. Për ata ka thënë Allahu, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Nëse prindrit e tu, surat Luqman atje, nëse prindrit e tu të dytë të bëjnë luftë, bëjnë presion për me të kthy ty o bir ose o i bi në kufër, që shën ata vetë qëfar, fela tutihuma, nuk vjen shprehje me nguata. Ty se nga babën, nuk e ngaj babën e nanën, kur është pyetje kufri apo ndonjë vepër e kufrit, se lana namazit, se zhveshja lakuriq, se prishja Ramazanit, se pirja alkoolit, punë të kufrit, punë harame, jo. Fela tutihuma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa, ndërsa për dynjan punë të dynjas po. Po punë të dynjas po, por në punë dinit jo dhe jo. Sepse lidhja me prind këtë rast, lidhja me prind është ndërtuar vetëm nga ana e lidhjes farefisnore, por jo mbi parimin e Islamit, sepse ata po kundërshtojnë parimin e Islamit dhe po thirrin kufër apo në shirk, andaj ti nuk gëzon me dhon kërkesën e tyre përparësi, por jap kërkesën e Allahut të madhruar te bareke ve taala. Si do të jetë, pra Allahu i madhruar te bareke ve taala po thotë se nuk atë ditë është ditë e rëndë dhe vështirë, fillimi i ringjalljes, ku nuk i bën mend kujt për askënd. Andaj le ta lënë njeriu atë bisedë dhe atë bindje
se ja kam babën, ja kam nanën, ja kam vllajën, ja kam let mesele. Unë jam musliman pse? Sepse babgjyshi jam o kanë haxhi dhe na jena musliman sepse baba më ka fal 5 kohë namaz dhe unë jam musliman sepse familja ime kanë. Mos ka za pra Allah të se skrin puna ta ditë kemi të shkret, po të nisa për veti falo, se pasha Zot as ata nuk nin për ty dhe as ti s'afshahon aty në kurgjë, dhe as aty nëse bjen më për ty, as ty nuk bjen më për ta kur dilni para Allahut, çka thot Allahu i madhruar, por vetja ime secili thot. Thot Allah në vazhdim. Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Tash po na përshkruan Allahu gjendjen kur vije koha me ummat, me u peshue, në peshore, në mizan, sevapet dhe gjunahet, amelet, veprat. Natyrisht, dita e kiametit që tha me gjatë, vije koha shpërndahen një herë fletushkat, shpërndahen fletushkat librave të njerëzve, secilët njeri shpërndahet libri, aje lexon libri, secilët vetin, e parafersisht të din çka ka bëhet, të din ku ka më shku, sepse e pa librin e vet, por megjithatë vije koha për me qit amelet në mizan, në peshoj. E Allahu po na përshkruan këtu dy gjendje, dy raste apo dy situata të njerëzve kur vije koha me u peshu amelet e tyre. Një grup atyre të cilët kanë shumë sevape, sepse njerëz janë 3 lloje, për sa i përket amele veprave të tyre në peshoj. Një grup njerëzve janë ata të cilët kanë veprat e tyre peshojnë më shumë se sa gjunahet e tyre. E kjo peshojnë më shumë, mujnë me kanë shumë nalt, me pak gjunahe, mujnë me kanë më shumë gjunahe, por më rëndësi është i amujnë sevapet. Kjo është e para. Më rëndësi i amujnë sevapet. Në dy e kundërta. Nuk e mohojmë se ka punë të mira, vepra të mira, por më rëndësi është i amujnë gjunahet. Dhe këto dy pozita, po i cek Allahu Azza wa Jall këto ajete. Mbetet pozita e tretë, gjendja e tretë, kur janë barabar. Sepse abakia me pas njeriu sa gjunahet se vape po bën vaki. Dhe këtë tretën e ka cek Allahu i madhruar në suratul Araf. Që kemi spjeguar atje, ku thot Allahu tabaraka wa taala, wa bainahuma hijabun, wa ala al-araf rijalun ya'rifuna kullan bisimahum, wa nadaw ashab al-jannati an salamun alaykum lam yadkhuluha wa hum yatma'un, wa idha surifat absaruhum tilqa ashab an-nar qalu rabbana la taj'alna ma'a al-qawmi adh-dhalimin. Dhe wa bainahuma hijab, mes jannatlive dhe mes jahannamlive muri. E këta e Araf, ashabul Araf, këta fukarat e shkret, asë në gjenet, asë në gjehnem, sepse rafsh, kër i kanë qitë amelet, kër i kanë qitë më pëshojnë amelet, veprat e tyre, kanë arë barabar, sa gjenahe, atë sevape. Dhe asë në gjenet, asë në gjehnem, por mi muri, i cilë është mes gjenetit dhe mes gjehnemit. Kër këtyrin ka gjenet lit, edhe shojnë të knashojnë, o zëtë, bëna prej tyne. Po kër e këthej kryt ka gjehnemit, qa me po, o zëtë, mësë në bë prej tyne. Edhe kështu mbesin anej, mbesin me shpresë, me shku anej dhe i ka plën nënën tjetër friga, se mos me shkojnë andej, por në fund i përfshin rahmeti i Zotit, sepse rahmeti Allahut është më i madh se sa hidhrimi i tij dhe Allahu Azza wa Jall i fut në xhenet ata. Pra ka mundësi me qenë më shumë veprat e mira, e që Allah i madhruar pa thotë barek o taala, faman thaqulat mawazinu, atyre që orondohen peshojat e tyre me amelet mira. Fa ulaika humul muflihun, ata janë të shpëtuar. Ata kanë shpëtu, të lumt ata të lumt për veten e tyre, Allah na bëj prej tyre ya rabbel alamin. Wa man khaffat mawazinuhu, ndërsa lloji i dytë, atyre të cilëve u lehtësohen peshojat e tyre, pra kanë punë të mira më pak e gjunohe më shumë. Fa ulaika alladhina khasiru anfusahum, ata hopën vetveten. Ata dështuan, ata falimentuan, ata humbën, e pat punë e tyne. Fi gjehenneme khalidun, janë për gjithmonë në gjehennem. E që fjala për që fart, Allahu në ruajt. E pas të e përshkru në Allahu këta njerëz. Talfahu wujuhahum an-nar, i ka plën ftyrën e tyre zjarmi gjehennemit. U ahan ftyrën zjarmi. E ka cek ftyrën, se ftyra është me shajta, me qmushmja, për ndryshën gjëhnemi ka plën krejt, pej kamve dhe në kry dhe pej kryje dhe në kam krejt. I ka plën krejt. Dhe kemi përmend, po vynë javlen do shta përsërit, nuk është zjarën e aheret se kon këtë dënja, shka këtë oksigenit me shku përpijet. E jo, për zjarën këtë dënja, shkan përpijet, e shkan drejt, e shkan pesnalti poshtë në të naun, njejt është. Allahu në ruajt.
Pra, talfahu wujuhahum nar, o han ftyrën e tyre, zjarmi i xhehenamit, wa hum fiha kalihun, dhe ata jetojnë apo qëndrojnë në xhehenam të shëmtuar. Kanë thënë ulemaja të këto dy fjalë, kalihun, pra i bie sikurse kur ja han buzë, naltën e të poshtën dhe i mbesin dhëmt dhe trishton me pa. Allahu na rujt ja Rabbi. Prishën pamjet e tyre në xhehenam. Ua pris zjarmi i xhehenamit. Ua shumëton ftyrën Allahu në xhehenam. Ua shumëton, sepse kanë shumëtuar besimin këtë dunia. E vije koha dhe ua shumëton Allahu i madhruar ftyrat e tyre në ditën e gjykimit. Allahu na ruajt. E Allahu po ju drejtohet në fund. Alam takun ayati tutla aleikum. O ju njerëz që jeni futash në xhehenam dhe që ka kaplu xhehenam dhe u aprishi ftyrat. A nuk ju kanë ardhur juve argumentet e mia nga qielli? A nuk ju kanë ardhur juve pejgambert e mi? A nuk ju kanë ardhur juve librat e shejta? A nuk ju ka ardhur juve mesazhit qellor? A nuk o kanë tërhekur juve vrejtje njerëzit të dashurit e mi? O ju njerëz, besën në Zotin hak, besën në ditën e gjykimit hak. Fa kuntum biha tukadhibun, por ju keni përgënjeshtru. Ju sa keni qenë gjallë, jeni talë me mu, jeni talë me argumentet e mia, jeni talë me pejgambert e mi, jeni talë me mesazhet qellore, me librat e shejta, jeni talë me muslimën të cilët më kanë adhuru mu, e keni thonë këta këtë e këtë, po bine po qohen, po i thinë gojt e tjere. E që ka me thonë këta Zotit të bareke o ta'ala. Pra, a mos ju dënova në juve, pa fakte, pa ju sjell argumentet mjaftueshme? Çka është përgjigjja juaj? Mbetet ta shohim në ajetet tjera, me emrin Allahut Azza wa Jall vijuse, ja në arshme, ndoshta Allahu Azza wa Jall, dhe dera të rëvallahu alem, wa sallallahu ala sejdina Muhammed, wa ala alihi, wa sahbihi, wa sallam, wa salamu alaikum, wa rahmetullahi, wa barakatuh.